Kështu është një skuadër e cila ka objektiva të përbashkët, por edhe ka objektiva të ndarë si pas pjesëve të kësaj skuadre. Për këtë arsye, pa diskutim, Ministria e Financave ka qenë kyçe dhe dua ta falenderoj edhe ministrin, se më thonë nga njerë, po pse I falenderon TikTak të detyrën bëjnë, po detyrën bëjnë gjithë në këtë botë. Problemi është kush e bën më mirë dhe kush e bën më keq, se detyrën bëjnë. Ose kur thonë që pse bëni ju sikur çfarë bëni, se me lekët tona po I bëni, po për lekët tona është qeveria, po ka qeveri që me lekët tona bëjnë punë të mira, ka qeveri që me lekët tona s'bëjnë asnjë punë dhe ka pasur dhe qeveri që me lekët tona kanë bërë punë këqija. Kështu që dua ta falenderoj ministrin për kontributin dhe prapë edhe ministrin njësoj si guvernatorin, dua ta falenderoj dhe mas 6 muajsh për suksesin e projektit, sepse Ministria e Financave është kyçe edhe në ndërveprimin me bankat, pasi I kujtoj bankave që guvernatori ka ndorë shumë gjëra, por dhe Ministria e Financave nuk është pa gjë ndorë fare, në rast se bankat nuk do na shoqërojnë në këtë proces me të gjithë vullnetin e nevojshëm, sepse këtu bëhet fjalë për diçka që ta shpjegoj në fund, që është shumë e rëndësishme për të kuptuar se sa thjesht një program kredish. Po ashtu, Ministri I Bujqësisë dhe Ministria e Bujqësisë janë të rëndësishëm për projektin në 2 aspekte. Ne kemi këtë projekt në dispozicion të drejt për drejt subjekteve private dhe natyrisht kur vjen puna tek zhvillimi rural ka një prioritet qeveria të këtij mandati për të nxitur sa më shumë agropopullimin, sepse tek agroturizmi gjërat janë futur në shtratin e tyre, mund të them, por tek agropopulimi kemi shumë potencial dhe kemi shumë hapësirë të pa zhvilluar. Dhe nga ana tjetër, një element I ri I programit është mbështetja e shoqërive të përbashkëta. Shoqërive të përbashkëta në fshat midis subjekteve private, fermerëve, sipërmarrësve të vegjël dhe të mesëm të fshatit dhe bashkive. Ndërkohë që kemi dhe Ministrinë e Kulturës dhe të Turizmit, që ka pjesën e vet të procesit në stimulimin e sipërmarrjeve që lidhen me turizmin, po gjithmonë dhe dua ta theksoj, kjo kredi, ky program, kjo linjë kredi është menduar për të vegjëlit dhe për të mesmit, jo për të mëdhenj. Sipërmarrjet e mëdha nuk do kenë mundësi që të kenë akses në këtë program, edhe sikur të bëjmë nga ato truket që për fat mirë kemi disa që vinë nga sektori privat në qeveri dhe I kanë bërë vetë përpara, kështu që na kanë paralajmëruar se ku mund na futen të mëdhenjt, kështu që u kemi mbyllur të gjitha shtigjet. Dhe ministri I të gjitha pushteteve vendore, zoti Demo, I cili ka barën e koordinimit të bashkive me programin në drejtim të shoqërive të përbashkëta dhe patjetër ka edhe barën e koordinimit për paketën e maleve, që është një program tjetër ku mund të ketë edhe konvergjencë me linjën e kredisë.